Risveglio dell'Umanità është baleti I cili do të mbyll kështu vitin 2014 në Teatrin e Operës dhe Baletit. Baleti është I ndarë në 2 pjesë. Në pjesën e parë spektakli zhvillohet mbi kryeveprën e stravinjës dhe rrëfen marrëdhënien e njeriut primitiv me natyrën dhe me elementet e saj. Ndërsa në pjesën e dytë me muzikë të shkruar posaçërisht për këtë balet nga autori rumun Adrian Enescu, jepet jetë një dialogu të brendshëm të njeriut, I cili ka brenda vetes dhunën dhe paqen. Rezart Stafa është balerini I cili pas 10 vitesh karrierë në Itali, kthehet për të performuar në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kishte shumë vite që nuk vija këtu në Tiranë për një shfaqje, se më kam hikur që I vogël që 15 vjeç në Itali. Kjo është një shfaqje e çuditshme për ambientin ku ndodhemi, që fillon që nga lindja e njeriu deri në modernizimin, le të themi, e civilizimit. E çuditshme edhe për në Itali, ky lloj baleti, jo vetëm për këtu, kështu që edhe për publikun do jetë pak e vështirë të hy direkt në temën e baletit. Ndjen emocione përballë publikut shqiptar, pasi për të është hera e parë përballja me ta, e megjithatë shpreson që performanca e tij të pëlqejë. Ka shumë emocion, sepse duke llogaritur që edhe familjarët e mi nuk më kam parë ndonjëherë duke kërcyer. Vinë më shohin këtu në teatrin e operës, është diçka me të vërtet e bukur, emocionuese. Premiera e baletit Risveglio dell'Umanità do të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në datat 26, 27, 28 dhe 30 dhjetor në orën 19.